Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video do të mësoni se si dhe ku të tregtoni kontrata me afate kripto për fillestarët dhe si të merrni një bonus regjistrimi dhe si të hapni tregtin tuaj të parë me kontrata me afate. Do të përpiqem t'ju shpjegoj gjithçka shpejt dhe thjesht. Për fillestarët, Binance është zgjedhja më e mirë. Ofron përzgjedhjen më të gjerë të instrumenteve të tregtimit. Binance është një platformë e fuqishme dhe e besueshme që u ofron fillestarëve gjithçka që u nevojitet për një fillim të sigurt, thjeshtësi, siguri, likuiditet dhe mundësinë për të rritur gradualisht nga blerjet e thjeshta të kriptomonedhave në transaksione financiare më komplekse. Për më tepër, Binance është bursa numër 1 e kriptomonedhave në të gjithë botën. Vëmendje. Bonusi aktivizohet kur regjistroni një llogari të re, prandaj ju lutemi ndiqni udhëzimet në video. Nëse keni krijuar tashmë një llogari, mund ta fshini atë dhe të krijoni një të re, siç tregohet në këtë video, për të siguruar që bonusi juaj i kthimit të parave të gatshme është aktiv. Nëse nuk keni një llogari, atëherë le të vazhdojmë me regjistrimin. Le të shkojmë në faqen e internetit të bursës Binance. Le të kalojmë te formulari i regjistrimit. Fut emailin tënd. Tjetra, duhet të konfirmoni që jeni një njeri. Tjetra, duhet të konfirmoni emailin tuaj duke përdorur kodin që do të dërgohet në adresën tuaj të emailit që sapo keni specifikuar. Tjetra, duhet të dilni me një fjalë kalim. Pastaj, një hap shumë i rëndësishëm, në këtë faqe duhet të futni kodin e bonusit, i cili do të jetë në përshkrimin nën video. Ky kod do t'ju jap një bonus kthimi parash prej 20 gjatë tregtimit spot. Pas kësaj, do t'ju duhet të verifikoni llogarinë tuaj. Mos u shqetësoni, është një proces i shpejtë dhe intuitiv. Pasi të verifikohet, llogaria juaj tregtare do të aktivizohet dhe e tëra çfarë mbetet për të bërë është të rimbushni bilancin tuaj dhe të filloni tregtimin e kontratave me afat. Për të rimbushur bilancin tuaj, klikoni butonin deposite dhe zgjidhni një metodë të përshtatshme rimbushjeje. Është më mirë të përdorni P2P, këtu duhet të tregoni shumën në dollar dhe të zgjidhni një metodë pagese të përshtatshme për ju. Nga opsionet e listuara më poshtë, merrni në konsiderat jo vetëm kursin e këmbimit, por edhe vlerësimin. Pastaj, duhet të zgjidhni opsionin që ju përshtatet dhe të klikoni buj USDT. USDT ose Tether është monedha më e madhe stablecoin, e lidhur një me dollarin amerikan dhe që shërben si ekuivalenti i tij digital. Do të na duhet USDT për të blerë dhe shitur kontrata me afat, siç tregohet më vonë në video. Pasi të klikoni buj USDT, do të duhet të kryeni pagesën sipas udhëzimeve intuitive. Nuk do ta bëj këtë tani sepse tashmë kam USDT në bilancin tim. Së fundmi, mos harroni të klikoni transferred, notify seller. Pasi shitësi të konfirmoj marrjen e pagesës, fondet do të kreditohen në llogarinë tuaj. Pasi USDT të mbërri në llogarinë tuaj të funding, do t'ju duhet t'i transferoni ato në llogarinë tuaj të kontratave të ardhshme. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni i tregtimit të ardhmes. Gjej butonin transfer. Tjetra, zgjidhni se nga do të transferoheni. Funding dhe ku. Ustëm futures. Kaq ishte, fondet tuaja tani janë në llogarinë tuaj të kontratave me afat. Tani mund të kryeni tregtin tuaj të parë, le të blejmë kontrata me afat të Bitcoin. Do t'ju tregoj shembullin më të thjeshtë. Së pari duhet të zgjedhim leva. Ne zgjedhim levën 2G, pasi sa më e ulët të jetë leva, aq më e ulët është mundësia për të humbur të gjitha parat tona. Tani duhet të vendosim nëse do të hapim një pozicion lart apo poshtë. Le të hapim një pozicion të gjatë, që do të thotë se supozojmë se Bitcoin do të rritet dhe ne do të nxjerrim fitim. Tani duhet të specifikojmë çmimin me të cilin do të blejmë. Për lehtësi, klikoni mbi çmimet e disponueshme, zgjidhni një vëllim prej 100 për të përdorur plotësisht pozicionin me lev 2G dhe klikoni buy long. Kaq është. Tregtia jon është e hapur. Pas një kohe, shohim rritjen e çmimit dhe tani duhet të mbyllim pozicionin ton dhe të fiksojmë fitimet tona. Për ta bërë këtë, klikoni butonin tregu. Urime, i keni fiksuar fitimet tuaja.
Kaq ishte për këtë video dhe nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem lini një koment dhe do të përpiqem t'ju ndihmoj. Mirupafshim të gjithëve.